Selam aleikum. Paqja qoftë mbi ju. Bismillahirrahmanirrahim. Një gjë e çuditshme më ndodhi sot, më saktë, para 2 ditësh më doli një video në TikTok. Edhe thoshte në lidhje me xhindet që xhindet mund të vjedhin gjëra në shtëpi ose mund të fshehin gjëra në shtëpi. Po ishte kjo pjesa e vjedhjes më shumë. Dhe ju mund të humbisni gjëra për shkak se i kanë marrë ata. Edhe thashun, mund mos jetë e vërtet, nuk e di. Kështu që bërat që të pyes një mikeshën time që e kam njohur virtualisht, ajo studion këtu për islam, edhe thash, moj, është e vërtet kjo? I shkruaj ta me mesazh. Dhe është e vërtet që xhindet mund të marrin gjëra dhe mund të humbasin, dhe am thot po. Unë është hera parë që e dëgjoj diçka të tillë dhe në atë momente them si ka mundësi. Kalojnë disa minuta dhe në fakt ishte përpara lutjes bie lutja e tretë, përpara se sa të filloja namazin, bëj që të marr telefonin, s'po gjeja telefonin. Ndërkohë që thash mos e kam mbuluar me shallin, heq shallin dhe nuk kishte gjë. Rri rreth e qark. Dhe më vjen instinktivisht në mendje kjo e xhindve që mund të marrin gjëra, mund t'i fshehin, mund t'i vjedhin, aku diun se mund ta quaj termin. Por në atë moment e vërtet që nuk po e gjeja. Edhe them vetëm kaq, kushdo që e ka marrë telefonin, nxirreni tani. Këtë gjë mendova. Edhe në atë moment bëj prapë të kontrolloj, heq sërish shallin, shoh telefonin. Tani kjo mund duket paksa si humor, nuk e di, por thjesht doja ta ndaj me ju sepse në momentin që unë po mendoja për diçka të tillë, dhe nuk është ndonjë gjë e mirë për të menduar në lidhje me xhindet. Sigurisht ka dhe xhinde të mirë dhe xhinde të këqij, por kur mora vesh këtë gjë, ndodhi pikërisht kjo gjë dhe në momentin që unë thash më nxirrni telefonin, e zbulova sërish në të njëjtin vend që unë kisha parë disa herë, që kisha hequr shallin dhe herën e disat, mbasi thash këtë gjë, doli telefoni poshtë shallit. Kështu që doja ta ndaj me juve sepse nuk e dija këtë gjë, kështu që çdo ditë mësoj diçka të re për në lidhje me islamin, në lidhje me pjesën, edhe të pjesës që ne nuk e shohim, por që sot mora vesh dhe verifikova që xhindet mund të marrin gjëra nga shtëpia juaj dhe t'i fshehin ose t'i marrin dhe ju nuk i gjeni. Kështu që nëse mendoni që ndoshta mund të hutojni dhe vërtet ju i humbisni gjërat, patjetër nuk mund t'ia vën fajin xhindeve gjithmonë, por ka gjëra që humbasin për shkak të tyre. Kështu që vijani veshin këtyre gjërave sepse ekzistoka vërtet dhe ishte e çuditshme. Gjithsesi, mos mendoni shumë për këtë siç mendova unë dhe në fakt më ndodhi, sepse është i sigurt që pak instinkti më thotë që ishte diçka e tillë, sepse isha duke menduar për atë gjë dhe duke folur, por Allahu na ndihmoft dhe na mbroft nga çdo gjë e keqe, si mua edhe juve bashkë.